to the beat, y'all. The body rock, y'all. The legs rock, y'all. Non-stop, y'all. Për këtë klip të ri që realizova, falimderoj bashkëshortin tim Shkumbinin, familjen dhe të gjithë juve që jeni sonte këtu. Faleminderit. Vetë nga pasuri sa muaj t'lutur në një jetë një dashuri e parandet mendova nga vurat me lot kanë qash uzjet nga pitohu pora e par se unë për ty do të mes veç një presje vjetri e ty do të vetë amor así, credi,
si kur buka pa ty s'ka jet. Je si kur buka i mirë i lirë. Je si kur buka me shijet mirë. Stihet me mesa kafshat e re. Si buka je. Mirëmbrëma, mirë se erdhëm Ziko TV. Mirëmbrëma. Çfarë mendoni për klipin e ri të Mimozës? Sa ju pëlqej stili i ri edhe gjithçka që ka ndryshuar? Klipi më ka pëlqyer pa mas, edhe pse kam prit që Mimoza do të na paraqitet me një stil të ri, duke marrë parasysh seriozitetin e punës së saj. Ma merr mendje, edhe pse çështja e shijes është diçka që nuk diskutohet, mirë po ma merr mendje që do të jetë një klip i pëlqyer për të gjithëve. Mirëmbrëma, mirë se erdhëm Ziko TV. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej. Ju përshëndes të gjithë shikuesit e Ziko TV dhe dëshiroj që këto net të verës të jenë sa më të freskëta dhe të kenë, po mendoj, çaste të lumtura me televizionin tuaj. Faleminderit shumë. Ju si producent i këngëtarës që sapo promovoi klipin, çfarë mendoni? Sa do të ketë sukses ky klip? Po mendoj se tek suksesi shifet në ditët në vijim pasi që të lansohet klipi nëpër TV. Mirë po unë mendoj se është një këngë e qelluar, është një risi në stilin e Mimozës sa i përket imazhit saj, pastaj kënga, orkestrimi, tekstit, gjitha mendoj se janë një freski do të thosha verore dhe më së miri këtë do ta thonë publiku dhe shikuesit dhe dëgjuesit. Mirë po unë jam i kënaqur pasi që kemi arrit të bëjmë atë që kemi dashur dhe mendoj se do të vazhdojmë edhe në tashmë të bëjmë disa projekte pak më ndryshe, se është vështirë në një treg kaq të madh në Kosovë të realizohen gjithmonë risi. Mirë po unë prapë them do të bëj përpjekje që gjithmonë të i befasoj publikun me gjërat e tilla. Mimoza është ajo që e ka arritat më të mëdha, unë e kam dhënë atë kontributin tim sa kam dash, sa kam mundur. Faleminderit. Urime edhe një herë, ju uroj sukses. Mirëmbrëma, mirë se erdhëm Ziko TV. Mirë se ju gjeta edhe faleminderit që ju jeni këtu mysafir sonte. Përgëzime për klipin, ka dalë shumë i mirë, neve na ka pëlqyer shumë. Faleminderit shumë, besoj që do t'ju pëlqejë edhe shikuesve të Ziko televizionit. Çfarë mundemi na thonë realizimit të këngës më së miri? Këngën e ka punuar Florent Boshnjaku, të cilën e falimderoj publikisht, ndërsa tekstin Aida është një tekst shumë interesant, shumë simpatik, mund të them, me një titull interesant që s'është përdorur deri tash. Dhe kështu, të them drejtën, jam shumë e kënaqur se gjithmonë i kam disa teksta ashtu për dashuri të dështuara, kështu tash unë e këndoj për një mashkull që është i mirë si buka. Duket shumë është teksti pozitiv. Por rreth realizimit të klipit, çka mundeni më na thonë më shumë? Po, klipi është punuar në Maqedoni me ekipën e njëjtë që kam punu deri tash, prej klipit sa desde deri tash. Siç e pat, klipi është një klip i freskët tamam për këtë kohë verore, me një garderobë pak sa më moderne, kështu që jam mjaft e kënaqur, besoj që veç do t'ju pëlqej. Është klip i punuar mbas 2 viteve, 2 vite kam pas pauzë, kështu që prap do të kthehem tash punës, kështu që besoj që do t'ju pëlqej të gjithë shikuesve. Do të thotë kjo që presim edhe diçka në të ardhmen? Po, do të ketë këngë të re për vitin e ri, pastaj do të jetë dueti me Shkumbinin, një këngë, një balade e bukur, e komponuar nga Armendi dhe Aida, dhe do të jetë videoklipi tjetër. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe prej juve, mirupafshim. Atë ne mirë.